Qellohet me thik 16 vjeçari në Itali, ja për çfarë dyshohet. Një 16 vjeçar me origjinë shqiptare është plagosur rënd në Itali pas një sulmi me thik. Ngjarja ka ndodhur në qytetin Vicenza, ku i ri u godit me thik në gjoks dhe aktualisht ndodhet i shtruar në njësinë e kujdesit intensiv pediatrik të spitalit lokal. Edhe pse në gjendje të rënd, jeta e tij nuk është në rrezik, bëjnë me dia autoritetet shëndetësore. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se i dyshuari është një tjetër i ri, bashkëmoshatari i viktimës. Motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta, por një nga pistat që po hetohet është tentativa për grabitje që përfundoi në dhunë. Hetuesit megjithatë nuk përjashtojnë as arsye të tjera pas agresionit. Dëshmitar të rastësishëm që ndodheshin në zonë dhan alarmin, ndërsa ambulanca mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes dhe i dha ndihmën e parë plagosurit përpara se ta transportonin drejt spitalit. Policia po punon për identifikimin e autorit dhe pritet që deklaratat e adoleshentit plagosur sapo gjendja e tij të përmirësohet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes.